Florieta, të falenderoj shumë për këto detaje që dhe nga atje. Nërkaq tani në fakt nuk e din sot do I bie të ndrojmë temë, sepse do diskutojmë pikërisht për ish policin kosovar I cili u ndalua në Serbi. Ai janë bërë tashmë disa ditë prej që është atje, është në paraburgim. Nuk ka shumë detaje, ajo çfarë thuhet e çfarë është diskutuar është se është marrë në pyetje për rastin Banjska. Për të diskutuar gjitha këto në studio kemi të ftuar profesorin dhe analistin Jeton Alimi. Zotri Alimi, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit, kënaqësi. Për të analizuar gjithë atë se çfarë po ndodh me ish policin, në studio kemi edhe ekspertin e sigurisë Avni Islami. Faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje. Ndërkohë pikrisht për këtë rast, Blendi ka pasur dje reagime edhe të krerëve shtetëror, ka qenë presidentja Vjosa Osmani, e cila ka reaguar në rrjetin e saj, në llogarinë e saj në rrjetin social Facebook, e po ashtu edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Mirë po, ajo çfarë edhe ka ngjallur debat ka qenë edhe një reagim I sotshëm I avokatit Arjanit Koci, I cili ka thënë se Radoqiqi dhe terroristët e tjerë që sulmuan në fshatin Banjska dhe vranë policin Afrim Bunjaku të lirë në Serbi, ndërkohë policët që e ndalën sulmin në kërkim. Në vend që Serbia t'i arrestoi organizatorët e sulmit, po I përndjek policët dhe ish policët e Kosovës, po I godet njerëzit që e kanë ruajtur rendin juridik të Kosovës dhe kanë shpëtuar jetë të shqiptarëve dhe serbëve nga aktivitetet terroriste. Siç po shihet, Serbia nuk po kërkon drejtësi, po bën hakmarrje politike dhe këtë po e bën haptazi. Rasti I fundit, ndalimi I qytetarit ish policit Arnor Spahiu nuk ka të bëjë fare me ndonjë procedurë ligjore, është një kidnapping politik I kryer nga një shtet që po sillet si armik. Nuk ka asnjë provë, asnjë bazë ligjore, ka vetëm një mesazh që po tentohet të dërgohet me forcë, kush e mbron Kosovën do të ndëshkohet. Dhe si përgjigjet Kosova përballë kësaj me një deklaratë të vetme, shmangni kalimin nëpër Serbi. Kaq, asnjë masë konkrete, asnjë reagim serioz, asnjë sinjal që shteti I del në mbrojtje qytetarit të vet. Kjo nuk është mbrojtje, nuk është diplomaci, është nënshtrim institucional, kur një shtet ndalon qytetarët e tu pa bazë ligjore e godet shtetësinë, bashkëpunimi ndalet. Do doja që ta nisja pikërisht me këtë reagim të zotrit Koci, në fakt po bëhet mjaftueshëm, a ka qenë mjaftueshëm reagimi I institucioneve dhe I krerëve shtetëror për ndaljen dhe në fakt për caktimin e masës së paraburgimit për ish policin. Sidoqoftë e dim na të paktën Kosova dhe Serbia çfarë marrëdhënie kanë dhe e dim që Kosova ka mbujt me aleatët tonë, me amerikanët dhe me luftën e UÇK-s dhe me politikën e Ibrahim Rogovës e kanë mujtë Serbinë në shoviniste qetnike dhe e dim na se nuk presin standet mira nga Serbia. Po tash unë reagim me zotit Koci, kolegët juristit, unë tash me gjithë respektin për të e dim zoti Koci është advokat, po zoti Koci nuk mundet me ushtru funksion në Serbi atje se Kosova me Serbi nuk ka marrëdhënie të mira dhe nuk njeh shteti dhe oda avokatisë Kosovës nuk ka dhe nuk mundet me shfrytzu atje. Po si do shoh këtë angazhim I tij është për të përshëndetën, do të institucionet e brendshme të Kosovës të bëjnë maksimum me evropianët dhe me amerikanët që mund të kenë çaste shumë të mëdha që me kthye ish policin në brendshme të Kosovës qoftë në Gjermani, qoftë të familjave këto në Kosovë dhe mos bëjnë shumë kalkulime politike, po të marrin veprime juridike dhe të bashkëpunojnë me EULEX-in, po edhe me strukturat tjera që të vijet të akte dhe të vijet në familjen vetë dhe të lirohet sa më shpejt. E përshëndetëm këtë shkrem në çdo angazhim, po besoj që kjo më shumë është populistë se sot diçka tjetër, e dim fuqinë e zotit Koci ç'a mund me bë Serbia atje, ç'a mundet dhe e dim që pavarësisht e ka angazhuar familja ajo, unë nuk duhet përzim me andena, është për të përshëndet ky veprim, po është rezultati 0 dhe nuk mund të sa me bë as me këto shkim, as me ato veprime, duhet besoj familja ka angazhuar atje advokat dhe me quhe sa më shumë fakte dhe me dëshmu para organeve atje të Serbisë, se jo rastisht e mon Serbian jo rastisht Serbia mon Kosovën në kushteturin vetëm për kalkulimet e veta politike dhe më arsyetu vetën që na mujna me bë kinse na isen, po ato janë edim, një pjesë e madhe sërbër e ka kuptu dhe jo rastisht një protestë është atje për merzu atë regjimin e fuqishit fashist të Miloševićit I njëjtë, po sidoqoftë unë shpresoj edhe presidenca
edhe Ministria Gjese, edhe Kryeministri duhet të angazhohet sa më shumë dhe të vihet sa më shpejt lirimi i ish policit tonë. Po thoni se me praninë e zotrit Koci, i cili aktualisht gjendet në Beograd, nuk mund të prodhoj rezultat, ndihmojnë ose të kontribuojnë në lirimin e ish policit cili po bëhet atje? Kjo iniciativë mos të merr zoti Koci që na them po angazhimi i tij maksimal, por rezultati i tij në aspektin dik o zero se nuk i bën licenca Kosovës atje. Pikë është ajo. Do të advokat tjerë atje më të mirë që janë për të angazhuar dhe për me çu fakte sa më shumë qoftë nga policia e Kosovës merren dhe me dëshmuar se shpo flitet në mediumet tona se ish polici nuk ka qenë fare pjesë atje dhe është liru që sa kohë dhe jeton me familja vetë në Gjermani atje dhe shpresoj... Ashton që këto dëshmi tashmë veç se janë dërguar, që ai që nga viti 2021 nëse nuk gaboj nuk ka qenë më pjesë... Po, fiks parat edhe thëmë ndërume, unë po shpresoj që duhet të kyqen edhe institucion edhe zyra e Kosovës atje në Serbi që është dhe boj maksimumin koordinim me Evropianet, me Euleksin, që të bëjt një presin shumë e madhe dhe i lësë të gjithë pjesëtarët e policisë të Kosovës, sidomos njësin speciale, policinë e rregull, FSK-n, qoftë edhe na jemi mund të apostrofuar apo çdo medium tjetër e dim çfarë presim për politikës të Vučićit e të që tish mangën rrugës nëpër Serbi, qoftë edhe por më të voglin sen ka hapësira tjera, ka rrugë tjera që mund të shojnë në Gjermani, që të kenë atje dhe tish mangën se e din kjo është e vetëmja karrot e Serbisë kushtimisht për me ashtu vetën që na po bojnë atë diçka, se kanë hub edhe në veri që e ka pas ata dhe shteti i Kosovës e ka shtrirë atë suverenitetin qoftë o me policinë o me KFOR-in, sidoqoftë atje kanë në kontroll dhe tash një farfonë monon me shfaqsu dhe jo rastisht e niskit sagën e vjetër që ka pas arrestime edhe vitet kalume i los të gjithë e përsëris apet s'është e tepër sidomos policia e Kosovës, FSK-ja dhe ka dhe pineve analistët që mund të arrestohen, mund të bëhen ato shantazha që nuk e meritojmë na. E dim që Serbia nuk presim mirë derisa teket ky regjim fashist i Vučićit dhe njerëzit e tina. Zotri Islami, marrë parasysh deklaratën edhe postimin e zotrit Koci, ai e shes si jo të mjaftueshme deri diku më aq sa ka shkruar reagimin e institucioneve, krereve institucional, u cilësua deri diku edhe më herët se ishte i vonuar, si e shihni ju? Çfarë mund të bëj shteti në këtë rast? Reagimin e avokatit Talianit Koci e lexova 2 herë radhë përderisa folte profesori jeton dhe unë konsideroj që ky reagim është reagim emocional, sepse Talianit Koci e din fare mirë kompetencën dhe fuqitë ligjore çfarë ka Kosova në raport me Serbinë, çfarë mund të bëjë. Dhe me të drejtë profesori jeton e tha se në bazë të postimit të tij ai sikur e bën për veti, për një farë sensibilizimi, për ta njohur më tepër opinioni Talianit Kocën se sa ai çfarë ka mund të bëjë atje. E para sepse ndoshta të mos përsëriten shumë herë fjalë që i tha profesori jetoni. Ne si shtet ne nuk kemi marrëdhënie diplomatike në mes veti. Kosova dhe Serbia ende nuk e kanë njohur njëra tjetrën. Kosova dhe Serbia nuk kanë marrëdhënie mes veti. Marrëdhëniet qoftë në aspektin ligjor bën përmes faktorit të tretë, përmes Euleksit, përmes zyrën ndërlidhëse. Dhe kjo dihet fare mirë që në preambulin e Serbisë Kosova është pjesë e saj. Dhe kur kiet parasysh që kjo është shumë interesant, në një anë nuk i nje qytetarë dhe dokumentat e Kosovës deri vonë, ndërsa në anën tjetër në preambul Kosovën e mban si pjesë të Serbisë. Dhe ti kthehemi temës tek arrestimi i qytetarit Republikës Kosovës. Pra, kemi parë në për mediumet të shkruar dhe elektronike se personi apostrofuar, pra Spahiu, ai ka pushuar së punurin në njësinë specialin deri në vitin 2022. Pra, një vit para se të ndodhë Banjska. Dhe ai jeton dhe vepron me dokumentacion të rregullt në Gjermani. Mirë po, arrestimi i tij është një arrestim primitiv. Është arrestim i hakmarrjes, sepse vitin e kaluar, por edhe këtë vit, autoritetet e sigurisë të Kosovës kanë kryer një sërë arrestimesh, të gjitha të faktuara me prova
dhe me fakte. Dhe kjo i dhem Serbisë, sepse jenë arrestuar njerëz duke filluar nga njerëz të afër të Radojqiqit, dhe çka është më e rënda për Serbinë, jenë arrestuar agent të BIA-s, të cilët kanë vepruar brenda territorit të Kosovës. Dhe në mesin e tyre njëri ka pranuar haptazi dhe ka pranuar fajsin. Dhe kjo e dekurajon BIA-n serbe që të veprojnë në Kosovë. Dhe kjo për Serbinë është një goditje e rëndë. Dhe ai në shaj hakmarrje. Dhe të njëjtën kohë, tash kur jemi duke përcjellur gjykimin e tretë të dyshuar për rastin e sulmit në Banjska, të njëjtën kohë del dhe e arreston a mund të kenë lidhje këto dy? Për shkak se po e kemi thënë edhe më herët që gjitha provat, gjitha opinionet çojnë drejt asaj që Serbia është hakmarr në raport me arrestimet që janë kryer vitin e kaluar, por edhe këtë vit, por edhe tashmë kur po gjykohen njerëzit të cilët kanë marrë pjesë në rastin Banjska. Pra, po thoni që qëllimisht ish polici është ndalur, është arrestuar atje me qëllim për të ndikuar në rastin Banjska që gjykimi po ndodh në Kosovë, pastaj të mund të kërkoj shkëmbim apo një farë në kushtimisht falë që vazhdo profesor. Këta kanë bërë qëllimisht me arsyetu ata para opinionit vetë që edhe na pi arrestojnë njerëzit e Kosovës, sidomos policinë e Kosovës, sidoqoftë ai nuk ka kur gjë të bëj, u tha shumë nga profesori, e respektuam që e kallëzoi shumë qartë që ai mos e pjesë është me familjeve në Gjermani atje, po sidoqoftë tash Serbia është para një akti të krymë atje, e ka pa lëkundjen atje që e lëkund në atje që shkurt e ka, vëqishi pushin me protestat pa ndalura, dhe tash atje po synon zgjedhjet. Dhe tash me këto arrestime, kinse na pekthena me metodën e njëjtë, është e gabuar edhe ai politik, e dimi ka arrestu Serbia edhe në vendin tonë, territorin tonë edhe policë të tjerë, këta të BIA-s e Gjandarmeria e TJ, sidoqoftë, unë po shpresoj që do të ketë një reagim edhe nga Bashkimi Evropian, shumë të fuqishëm dhe në koordinim me institucionet tona në detyrë që janë, me kryeministrin Kurtin dhe me ministrin Gjese, dhe të koordinohen dhe të vitë të lirimin sa ma shpejt i Zotit Spahiu dhe t'i bashkangjit familjes vetë dhe mos të bëjnë kashkënime politike në dëm të familjes dhe në dëm të atina se e dim qëfar burgji ka Serbia dhe e dim qësh i këqyr njerëzit e Kosovës me qëfar sy dhe qëfar mesazhet qojnë ata, po unë shpresoj që tjetë ky arrestim i fundit dhe mos ndodhe mas të një se faktikisht po hina me do një kolaps dhe një rrugë pa fund që faktikisht mund edhe institucionet e Kosovës me bot një të se, po nuk dojnë se e din çfarë shteti jem na, shtet bile minoriteti sërb në Kosovë ka të gjitha të garantura, ka gjuhën e kretë e të, se asnjë minoritet tjetër në 6 vende në Ballkanin Perëndimor si kanë, sidomos shqiptarët luginës për shemb Medvegjës e të, që bile tash po i merret shtëtësia dhe ato pasaportat që nuk po kanë të shtyrje vendbanimeve. Dhe nuk po mujnë me bo jetën e vetë atje në stërgjyshet e vetë, tokat e atë pasërni që ja kalon, dhe tash që Serbia, e dim, mos të përsëritëm apet, që Serbia mundet të bëj do një dëm Kosovës dhe mundohet, por nuk mundet. Kosova është shteti pavarur sovran, i ka institucionet e veta, është e njohur për 100 sa vendeve dhe e kem për krajën e shëbave, jemi fat që e kemi me shëbat dhe do të tirojmë si sytë e ballit. Po shprejna kështu me kuptu dhe opinionit tjetër, po unë po shpresoj që mos cilojmë këto populizma, cilojmë këto populizma dhe t'i përvelje mëngët dhe të fillojë angazhime maksimal nga institucionet tona, pavarësisht që nuk themelojnë institucionet, po këto që në detyrë të bëjmë punë maksimal edhe t'i ofrojmë familjes qoftë edhe me mete financiare, se faktikisht ajo konë policia e Kosovës dhe i ka shërby vendit Kosovës dhe e kanë bërsh, edhe çdo qytetar, edhe forma tjera duhet të bëjt pa mundër që të vi Zoti Spahi në familjen vetë dhe t'i bashkot familjes. Dhe konsideroni Zoti Islami... Blendi, po, veçdoshta me përfundu ata çfarë desha ta them që nga fillimi, që t'i përgjigjemi edhe postimit të Elenit Kocit, sepse mekanizmat e institucionit shtetëror duke filluar nga presidenta, nga kryeministri, nga Ministria e Punës së Brendshme, dhe gjithë faktorët relevant janë në lëvizje që sa më parë ish policisë Spahiu të kthehet.
Mirë po, me se ne nuk kemi marrëdhënie të drejtë për drejta diplomatike, pra po të deklaratën zyrtaren nga presidenca ku është në kontakt me grupin e Quintit, pastaj institucionet e tjera të Kosovës, siç është policia, Ministria e Punëve të Brendshme, janë në kontakt dhe kanë... Megjithatë, Islami, ka qenë i vonshëm ky reagim? Ta përfundoj fjalin. Kretë çka është në dorën e institucioneve janë duke bë. Mirë po, kretë ky veprim shkon duke u bë sensibilizimi i opinionit ndërkombëtar dhe aktorëve të cilët kanë mundësi që të ndikojnë dhe të bëjnë presion tek pola serbe, sepse ne nuk kemi mundësi që të bëjmë presion tek pola serbe. Çfarë mund të bëjë Kosova? Kosova mund të emitojë Serbi dhe të bllokojë kufit. Por ma tepër në territor Serbisë nuk kemi kompetencë, nga se nuk kemi marrëdhënie diplomatike me to. Prandaj është e rëndësishme që institucionet e Kosovës ku janë deklaruar publikisht dje dhe pardje, pra në 2 ditë të fundit janë duke bërë sensibilizim sa më tepër tek faktorët relevantë ndërkombëtar që ata të bëjnë presion tek qeveria serbe, sepse asnjë fakt, asnjë provë ata nuk e kanë që i apostrofuarit të ketë marrë pjesë në rastin Banjska. Megjithatë ka gati një javë që ajo është arrestuar, e pastaj disa ditë kur ju caktua dhe masa e paraburgimit dhe ne në fakt ata morën reagimin e krerëve shtetëror tek dje. A konsideroni që është dashur të bëhet më herët, sepse edhe familjarët janë shprehur të shqetësuar se SPA-iu po keq trajtohet në Serbi. Veç ta kemi qartë parasysh. Kanalet diplomatike veprojnë shumë më herët. Domthon, kemi pas shumë më herët kur është deklaruar Arianit Kosti se unë jam në kontakt të përhershëm me zyrën ndërlidhëse, me ambasadorin dhe me faktorët e tjerë, të cilën në aspektin logjistik e kam përkrajën. Arianit Kosti është vetë ai që po bjen kundërthënie me këtë deklaratë. Fiks. Madje Ministria e Punëve të Jashtme ka dalë me reagim, po në ditën e arrestimit. Nuk kem kohë për të humbur për bërë kalkulime politike, për të promovu vetën. Ti, nëse do me promovu vetën, hini politikës, edhe kash, jo me punu në dëmë të ishtë polisit të Kosovës, familja e pret në sy hapër, e ka djali në paraburgim atje. Reagimi i Ministrisë erdhe pothuajse në të njëjtën ditë më pas, në postimin e kam ndjerë. Mund me në kuptu se kjo s'është i koordinu me ta absolut hiq, dhe kështu që të folëm zdojna kur gjo, as se kemi natë, as kur gjo, po do të bët nga institucionet e Republikës të Kosovës dhe të merrem veprime konkret, po përsis të janë kanale diplomatike që fiks, është Oleksi, ata Kosovë njën vetëm me Oleksin, dhe përmes Oleksit do të institucionet e Kosovës të koordinohen dhe të vi lirimi sa ma shpejt. Në farë të është forme, çdo dëshirim atje zotë SPA-iu më falë me leje, është dom edhe për familjen edhe për shtetin e Kosovës, pikë. Çdo rrugë tjetër jemi në çorcakak, s'ka këto kalkulime tjera. Unë mendoj se vetëm. Kjo, një pyetje për dytë. Konsideroni që me tërë këtë angazhim tash ndoshta edhe të institucioneve të Kosovës, kërkesave që po bëhen tek faktorët ndërkombëtar, mund të kemi një lirim në periudhë më të shkurtë apo do të zvarritet si proces, marr parasysh se masa paraburgimit u shqiptua për 1 muaj. Po tash ligjërisht tash veç ju ka caktu masa paraburgimit tash edhe me ligjat e me ligjin. Mund do të lirohet më herë. Jo, nuk mund se është ligjërisht 1 muaj të paraburgimit, po do të bën maksimalisht që ky muaj do të shkojë ashtu si shkoj, që mos i vazhdohet edhe muajve tjerë që e dim mos pastërisar se Serbia mundohet çdo formë mi dëmtu qytetarët e Kosovës dhe nuk mund t'ja dalësh, po ja pra këto rrin sikur ashtu njerëzit mbi qafë që thonë termi popullor dhe mi presin një lëvizje të policisë të Kosovës apo short FSK-s apo ish ushtarët të QK-s, po në shpresoj që ka me pas angazhime maksimale për institucionet të Kosovës, koordinim me Oleksin dhe me zyrën që kemi në Serbi atje dhe shpresojmë tash as dhe veç ka shku profesori i respektuar në zhbetin SPA-iu e përdor tash edhe atë farë mikon e veç që i ka thonë një shku me vizitu, belet një argatat nga liroj ish polisin e Kosovës tash. Tash o shkoa ja tash jakur. Tash eftojmë publikisht edhe profesorin, kolegun që bëjmë maksimalisht të mikjo i vetë atje, që ka qasja atje, besoj që e ngan edhe vëqiqi që të liroj njëre papajshëm. Të ko Islami? Po, vetëm do të plëtsoj, profesor, një tanë. Serbia është vendi i fundit në Evropë, është një vend totalitar. Kemi me mujtë të tërë që zhvillohen protesta dhe përpjekja për rrëzimin e një qeverie totalitare si Vučić duket se ende është larg. Dhe
fuqi që nuk lënë mënyrë dhe metodë pa përdorur që të mbetet në pushtet. Dhe kartë të fuqishme e ka çështja e Kosovës, çështjen e serbëve të veriut. E ka si karrot. E ka si karrot që e përdor, po si statutoni. Dhe e rëndësishme është që asnjë provë dhe një fakt nuk e ka se Zoti Spahiu ka qenë pjesëmarrës në mbrojtjen e sovranitetit, në mbrojtjen e dishmërisë brenda territorit të Kosovës. Sepse kjo është paradoks, kjo është e pamundur që edhe të arrestohet një polic i cili ka marrë pjesë në mbrojtjen e rendit dhe ligjit dhe të kushtetutës së Republikës Kosovës. Dhe me qenë se dje dhe pardje patën deklaratat të drejtorit të policisë, ku ai deklaroi botërisht se ne kemi quar të gjitha dhonat përmes audiencës që personi i apostrofuar nuk ka qenë pjesë në atë kohë e njësisë speciale, edhe pavarësisht tendencave të prokurorisë serbe që Spahiu të dënohet ose të marrë në paraburgim deri në fund, duke pas parasysh që ballafaqimi i provave është në anën e Zotit Spahiu, unë pres që ai të lirohet. Dhe zakonisht një shtet totalitar si që është Serbia, ata së kërkim fali s'do të bojnë. Mirë po unë shpresoj dhe unë besoj shumë që Spahiu do të lirohet shumë shpejt nga paraburgimi. Që është para këtë akuzë, më falë, profesor, me leje, nëse mundet, para është para këtë akuzë që është fit në media, para më në akuzot për vrasjen e njerëzit që kanë në territor Kosovës. Ai edhe në mënyrë hipotetike, nëse veç ka marrë pjesë, tash për dalëm unë në medalës, po ishte rasti fatën Airizit atje që u shkuj ka sëlmu policinë. Tash, a mi gjyku ata policë na që e ka mëra zotin Airizit atje? Është paradoks. Kjo është ona medalës e ne. Faktikisht, ai ka vepru në shtetën e vetë dhe e ka mërë suverenitetin e vetë dhe dihet me kushtetut me legjë çdo punojës e ka betot që ka me mbrojt institucionin dhe teritorin e vetë. Pikë është aja. Dhe aja këtë akuzë është falë që unë po shpresoj dhe mendoj që duhet një presion shumë maj madh nga institucionet e Bashkimit Evropian, kuptot përmes iniciativat tonat, Qeverisë të Kosovës në detyrë dhe familjes t'i kthehet për përsëritjes së herë se familja është në hall dhe duhet ti me gjetë fonde mi dhon familjes pavarësisht çfarë kushte ka, atë familja duhet institucionet e Kosovës të ndajë fondet të posaçme, të angazhoj avokat maksimal atje në Serbi, të vitë të lirimi dhe mos të mbajnë atje zotin Spahi atje se mund me maltretu, kësa dhe mund me thonë së maltretot, e dim shumë mirë. Përmendi me të drejtë familjarët janë shprehur shqetësuar. Pikërisht ka qenë babai i të arrestuarit, i cili ka dalë ka thonë se beson se po keq trajtohet. Cilat janë gjosat reale që edhe në një paraburgim të tillë të keq trajtohen? Po patjetër se Serbia, djemt e Kosovës, qoftë zoti Spahio, qoftë i fundit, qoftë dikush mund me nesër vllavia të X-it, o qytetari i Kosovës dhe e din çfarë metoda përdoren Serbia fashiste e regjimit të fuqishit që i mundot mi maltretue qytetarët e Kosovës. As më pak tash edhe ish policën e Kosovës. Edhe na i bashkangjitën thirrës të familjes dhe jemi me ta çdo moment që mu kriju mundësia që të kthehej në familjen vetë dhe kaq. Dhe çdo kalkulim tjetër për sërritë të tapet ose dëmshme po do të punë të përvelën mëngët mas parë institucionet e Kosovës dhe koordinim me miqët tanë dhe të vitë e lirimi. Çdo matematikë, çdo folje, çdo studio folët për të mirë dhe do të angazhojnë institucionet e Kosovës, na jemi me abu vlerësimin sa më mirë dhe sa më shpejt që të merret veprimi dhe të kthehet djalin shpejt kaq. Unë jam i prirë që të besoj se Spahiu me të vërtetë është maltretuar dhe kestrajtuar, po jo në aspektin fizik, po në aspektin psikologjik. Sepse qëllimi i bija sërbëve dhe prokurorëve gjatë marrjes në pyetje është që ai të thjet psikikisht dhe të përpiqen që ta krijojë një lloj bashkëpunëtori edhe kur lirohet. Dhe nuk është e lehtë që në aspektin psikik të maltretohet një person me metodat e bijas. Po unë besoj që ai do t'ja dalë, do t'ja kaloj sepse nuk kanë asnjë fakt dhe asnjë provë dhe është në të gjitha fazat juridike dihet mirëfilë se ai i cili nuk ka krye një vepër penale si një krim është shumë lehtë mbrohet sepse është i pastër dhe është ajo ndjenja morale e tij i cili nuk mund të pranojë diçka që nuk është bën. Fiks ashtu profesor, unë besoj që tash institucionet e Kosovës veç kanë filluar ato var angazhimet se ton kom na skep ku mbështeten nëse s'kem institucionet e Kosovës, ato që janë për moment në detyrë. Dhe unë po shpresoj që njerëzit tanë kanë
kanë kujdes edhe mërgjimtarët tanë që t'i shmangën asoj udhës. A mjafton veç kjo? Kjo këshill, po them që është dhënë nga institucionet që shmangni Jo, do të ketë edhe promocione, forma tjera përmes ambasadës të Kosovës, ku ka mërgjimtarët tonë të respektuar që shmangën rrugën dhe t'ju bëj apel institucionet e Kosovës përmes ambasadës, përmes Ministrisë të Jashtme dhe të aktivizohen dhe të ju bëj në thirrje edhe përmes e-mailave dhe përmes telefonave se kanë votu i kanë shënimet e tyre dhe t'ju bot apel që mos të thujnë në për Serbi, ma mirë të marrë pra kjo është masa e vetme, mbrojtja vetme që mund të bëjnë qytetarët e Republikës së Kosovës që të mos kalojnë andi. O shmangja dhe mos të kalojnë pikërs, se i kanë gjobit edhe vitin e kalum, edhe tash po flitë mërgjimtar, çdo familje ka dikush minimum me ato faradarë që jo do të ka që jo kështu, ato ndo par që i kanë qitë si lloj alibije për mi gjobit ata mërgjimtarët tonë që se meritojnë për ja pra Serbia, unë që ditëm me mërgjimtarët tonë, me gjithë respekt në mërta, për çdo vjet, tu i masretu, tu i gjobit dhe prap shkojnë, aje fjalla popullë shkojnë nuk i ngojë, pse më rebur shkojnë nuk i ngojë, do të mamit biri 50 km ma lartë, 100 km dhe mos ju birë ndorë, se dim se ato e kemë armikën tonë shekullor, dere sot krejojnë kushtet, por njohën anaseltët dhe thekët ky regjim i Vučićit dhe njerëzit e ti. Dere sot të një Kosovën, kur Kosova s'ka me prit dhe institucionet e Kosovës dhe qytetarët e Kosovës, kur s'ka me prit sanet mira për njerëzit të Vučićit dhe njerëzit të të afërm. Edhe po e përmendë Vučićin, ne me herët e përmendëm këta arrestim që u bë si shkak ndoshta për të arsyetuar ata vetëm për arrestimet që janë bërë në Kosovë. Por megjithatë është edhe kjo një, po them, dëshirë e plotësuar e Vučićit për të mos pasur qetësi sidomos në veriun e Kosovës, ndoshta edhe për të kaluar vëmendjen tek diçka tjetër nga gjitha ajo protestat dhe gjithçka që u bën kundër tij në Serbi. Ndërmjet faleminderit e përmendën kolegu profesori shumë mirë që Vučići e ka humbur tash rrugën edhe në Kosovë. Në veri i ka pas ato struktura me aksionin e Banjskës, u kry dhe tash ajmenohet një farforme me këthyje. Dhe ajo ka përëndu për ta më koha. Qoftë edhe me evropianët, se i ka mbojt karrikën edhe me Rusin, edhe me evropianët që faktikisht tash omet asjone. Dhe tash Rusët e ka mbojt Aleksandr Vulini njerët të tyne. Dhe tash Vučići në atë popullor është djegë. Dhe tash mundot me këto lëvizje, me këto arvatjet, me këto arrestimet që na po bojna diçka dhe kinse kjo është e kodë dhe ajo është për konsum të javor të tij se ata e harrojnë se e din që Vučići mu kur dhe Serbia vesh me mendu që Kosovën ka me këthën një ditë është e pamundër, e lere më të veprot në mënyrë se e dim që e kem policinë Kosovës më të mirë në Ballkan, e kem FSK-n, e jemi me NATO-n, e din reagimi, e ka marrë mesazhin 99 që me tentue, me reague, apo me mësy Kosovës e din që e pret se e ka marrë vitin 1999 për NATO-s dhe jemi fat që i kem këta miqtë tanë dhe na duhet të krijojmë kushte dhe të themelojmë institucionin mbi Kosovës se ja pra mund të arrestohet nesër edhe një shumë më i madh dhe kur s'ke institucionet të Kosovës, kjo bjen mbi supet e shtetit të Kosovës dhe kur s'ka paktën shteti i Kosovës institucione, vinë vakumet, vinë zdo nëse bo, po më kun një rast tjetër i Banjskës, s'kemi institucione, policia është aktive, po jo kur s'ka Kosova zot shpije, dhe këto e fatorojnë të gjitha i bie lëvizjeve vendose dhe Almi Kurti që bën kryeniësi dhe nuk shkon ja mandena, por me hek atë kundër kandidatën që e ka, nuk e votojnë dhe pamarrëveshje politike nuk themelon institucionet e Kosovës dhe duhet ta kenë qartë se është alarm shumë i mirë për institucionet e Kosovës në detyrë që duhet themelohet qeveria e Kosovës dhe mos bëjnë kalkulime se vetëm popullata pe ban dhe në korrekt popullatës dhe prap i kemi tash gjetë komunale. Prap të njëjtit njerëzit tash ata kanë ftyrë më ju dalë. Qoftë edhe opozita, për referon si opozitë se halje s'po di kur do të jenë qeveri dhe prap ta gjithë komunale kanë me dalë, kanë me pas ftyrë, me li prapi këtyri popullatës, prapi familjes të spajit, me li votën dhe a kanë ftyrë me dalë ata jo, se s'kanë bo kur gjë, se në institucionet është e sa të herë, edhe profesori din gjithë opinione që bojnë kalkulime vetëm për interesa. Dhe këto populata o zero, dhe kjo është mesazhi qartë
për ata që kanë votuar Albin Kurti, që besoj që nuk e meriton as pak me qenë kryeminist i Kosovës. Unë si takoj as i parti politike as kërgjo, unë vetëm e folit realitetin dhe duhet që institucionet e shtetit të themelion sa ma shpejt dhe mos të bëjmë na bisube se mundet, unë më arrestu nesër, mundë profesori, mundë larg asaj, po ja pra kërski qeveri dhe bojnë shtetë fshin dhe armiku në shokollok, bojnë hajgare me neve, si që ka bojnë me arrestimin e zotës Fahiu. Po, dhe duke dikur që Serbia ka tendenca të tilla, që sepse ka bërë arrestime të tilla edhe më herët Islami? Po, ti nuk e di sa jemi me kohë në emision, por kisha dashur ta shfrytëzoj edhe këto çfarë duhet të them me në këtij emisionit. Pra, nuk është hera e parë që arrestohet një person nga ana e Serbisë dhe dihet mirëfillet që në datotekat e Serbisë janë të gjitha anëtarët e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës dhe vazhdimisht për periudha të caktuara kur ju ka dashur Serbisë e ka arrestuar një ish pjesëtar të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Dhe opinioni ka qenë informuar dhe në vazhdimsi është ditë dhe është prolonguese dhe është bë thirrje që ish pjesëtarët e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës mundësisht ta anashkaloj se vend tranzit Serbinë, sepse 10 herë ose 20 herë ka raste kur ka hyrë dhe ka dalë një person ish Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, nuk është arrestuar, ndërsa herën e 20 ose 30 është arrestuar. Pra, kur mendon se është i lirë. Dhe të njëjtën rast, pra, tashmë vlen edhe për policinë e Kosovës, për uniformën e Forcës Sigurisë të Kosovës, pra gjithë këta të cilët janë të evidentuar dhe shihen legalisht që janë, duhet të kenë kujdes dhe të mos e shfrytëzojnë Serbinë si vend tranzit, sepse Serbia nuk e zell, vetëm ai i cili është në mbrojtje, ai i cili është në mbrojtje të vendit, në mbrojtjen e ligjshmërisë në Republikën e Kosovës, për Serbinë është armik. Dhe edhe njëherë unë shfrytëzoj rastin për studios të juve që të bëj thirrje që ish pjesëtarët e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, qoftë ata që janë duke punuar jashtë, qoftë mrena që janë edhe me uniformën e policisë të Kosovës, me uniformën e Forcës Sigurisë të Kosovës, që të shmongën këto rrugë, pra rrugë tranzitit të Serbisë, po të gjithë ata me uniformë, pra policia e Kosovës, FSK-ja dhe mos po flasëm edhe për AKI-n e Kosovës. Të lutëm, të me shtu faktin se ushtarët e UÇK-s as Maqedoni të zgëzojnë me shkuja. Është haleni do maj madh atje që kanë bërë dhe u ditë botërishtë dhe mediat juve është fliktone, kam qenë të prezent kur mujë ma parë kur është arrestuar ai ushtarë i UÇK-s nga shtimja, si do qoftë, është liru në forma tjera dhe tash tjetër janë, tash kanë marrëveshje Serbia me Maqedoni me patrullue policët sërbë, po si që ka policia Kosovë me Shqipërisë, dhe është rreziki që dhe në Maqedoni ata mund të arrestohen, se i kanë regjistrat, si do qo, dhe kjo është rrezik që ka po dëmën në Albin Kurti në Maqedoni atje, që ka përçan shqiptarët atje, dhe nuk mund bëhen bashkë. Ja, ishte edhe Albin Taravari, si na nuk dojna me kritiku atje asëm, po përshim që Armen Taravari në vëndë e pa një poqë fund tuneli, si atje jo rasisht a i Miskov si ka marrë atje 50% i ka marrë të paktën duke shtyp shqiptarët atje, me gjak që kanë formu atë institucionet me luftën atje që kanë bo edhe djenë nga Kosova, edhe qofësin kret atje, dhe sëdë aje politika atje fashiste i ka maltretu dhe ushtarët të UÇK-s nuk gëzoj me shku shlira atje edhe në Shkop apo në Maqedoni atje, qo për studime, qo për shëtitje, jenë të arrestuar se tash ashtë ma pak e thamë të merët se ka edhe Maqedonia ka me Serbinë që mund të patrullojnë bashkë me policë sërbë dhe prapë edhe atje është bloku se kur të ndalë policë sërbë e shtetë Kosovës, a i mund me arrestu dhe me quë të parabërgim në Shkop atje dhe zhvillon një loj ato procedurë ligjore dhe të bartët ata se kanë marrëveshje me Serbinë dhe Interpolin që kushtimisht Serbia e përdor atje dhe për fat keq Kosova s'është e pranu në Interpol, se po t'ishte Kosova e pranon Interpol dhe bëshim njëjtën sen anasetas dhe kjo është në dëm të popullatës, gjithmonë të popullatës, pa arrestuar as kryeministi, as opozita, po ashtu po shprehna më fal, kjo popullat e një e shkret vetëm për vota i përdorin si kondoma, më falë që përshprena, se këtyne pak politikanet, paftyr, idiota, të gjithë i përdorin gjithë popullatën tonë, vetëm kur është punë e vota dhe ju qesin mjekëll në opinion dhe përshit kjo është i qare se këta zdojnë me majtë, zdojnë me zhvillu shtetin e Kosovës, burë nëse nuk je për me zhvillu, ka njës tjerë, ka Kosova, plot kuadrë dhe mos i maltretojnë në qytetarët e Kosovës se ja pra
apëshe ku jemi dhe tash na marrim angazhime dhe gjithë jemi çdo moment që marret për me, për profesorët, mundëm edhe kontributin tonë profesional, po këto institucione në Kosovës ato rrugë, e tha shumë mirë profesori nderuar, që vetëm përmes kanaleve që do të shkuar dhe do t'i bo sërbis presion dhe do të liroj djali dhe na pëshomi tash po përsëritet apet kjo saga e zgjedhjeve mos hekja e kandidate për kryetar parlamentit po dalën për një temës dhe njëna tjetër për lidhën se po kemë qare se Kosova është pa institucione në detyrë vetëm e vetëm për interesa dhe për të përçamje mes vete për të sulmuar njëri tjetrin që këto po dëmtohet popullata jonë shkret dhe jo ata politikanë pa fytyrë që janë atje. Islami, krejt për fund diçka patët për shtuar ose ta mbyllim me kaq. Duke jo vetë shkurt në fjalimisht me plotësova profesorin një ton se tendenca e formimit të botës sërbe kur është mbajtur në Beograd ku kishin marrë pjesë domthon nga Republika Srpska, Kroacia dhe Maqedonia, një pjesë e saj është realizuar dhe pushtetet të cilat kanë qenë më parë pra kur ishte Gjukanovici dhe tashmë në Malzi dhe në Maqedoni janë dy pushtetet të tjera të cilat kanë një bashkëpunim të shkëlqyer me qeverinë e Beogradit. Është një lloj koordinimi dhe me vetë faktin që përmendi profesori jeton patrullimet e përbashkëta në Republikën e Maqedonisë dhe të Malzi, kjo i bën më të pasigurt shqiptarët të cilët janë në datotekat e Serbisë. Nuk mund të lëvizën lirshëm. Dhe kaq është, na po japën gjumë argumente. A besoni apo që politikanët tonë shumë subjektiv për neve? Na japën mesazh. Ti çush e merr apo pëlqen shumë. Sigurisht edhe dua të bëjmë edhe një thirrje nga kjo studio me që të diskutuam për këtë. I lutim të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që të mos kalojnë pra të gjejnë rrugë të tjera alternative dhe të mos kalojnë nëpër Serbi në mënyrë që të mos përfundojnë ashtu sikurse ka përfunduar edhe ish polici kosovar. Ndërkohë unë ju falenderoj shumë zotëri Islami, zotëri Alimi, faleminderit shumë që ishit sot me ne. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën, ndërkaq tani është koha për një